Të ka ndodhur që të vinë pacient në klinikën tënde dhe të thonë që ka magji të zezë dhe jeta po më shkon shumë ters, çfarë këshillon ti apo nëse s'të ka ndodhur, si do veproje nëse të ndodh? Patjetër që ka raste, sepse jetojmë në një shoqëri dhe një kulturë që i beson këto gjëra. Kryesisht në Ballkan besohet shumë. Unë mendoj që po themi në shumë kontinente momentalisht ka, domethënë besueshmëri, domethënë të lokalizuar në domethënë opsione të ndryshme po themi. Okej, por ne mbesim domethënë në popullatën tonë. Tani është e pashmangshme si pyetje, por do bëjmë një diferencim. Domethënë kur ne bëjmë atë analizën klinikë domethënë të rastit, duhet nisur gjithmonë nga konteksti kulturor. Cili është ndryshimi midis, po themi, me që mu drejtove domethënë si psikolog, cili është ndryshimi midis një psikologu shqiptar dhe një psikologu europian apo amerikan? Me gjithë profesionalizmin që kanë, nëse për shemb, jo nëse, po ka patur shumë raste të cilët orientohen në banimin ku janë në Europë, shkon takon psikologun dhe i mendoj që mund të më ketë bërë dikush imagji. Psikologu europian nuk arrin ta shikojë në kontekstin kulturor të personit, por duke u bazuar mbi kontekstin e literaturës shkencore, ai nuk e njeh si fenomen. Dhe automatikisht ai ngre një pikë pyetje mbi diagnozën që mund të vendosin mbi personin, që shpesh herë është e gabuar. Kur vjen domethënë një psikolog shqiptar, ne shikojmë në bazë të kontekstit kulturor fillimisht pyetjen mbi cilën na drejtohet. Edhe para pikpamjen e kontekstit kulturor, ne na jep mundësinë dhe komoditetin për të zgjeruar edhe më tepër deri në rrymën e saj, domethënë që mund të jetë fituar si një lloj frika apo si një lloj besimi gjatë rrugtimit të jetës.